Jemi me Gencin. Keq me kohën, sidoqoftë edhe në skuadrën tënde, njëri duhet të largohet. A do të jetë Ernesa, Dea apo Elbuniti? Më thuaj ti. Më pëlqej sistemi i Olmës, pat ka një koment shkurt për secilin, po ja vjedh. Elbuniti një zo fantastik, shumë radiofonik, recording voice. Tamam çka kërkon formati The Voice. Problemi, Elbuniti s'ka fare përvojë, edhe mundet me u shpërqendru shumë lehtë. Është rrezik me udhëtumet e, duhesh me mbrojt non stop. Ernesa është një bish me të vërtetë. Unë si kom thoni, ka thonë dikush tjetër. Është e jashtëzakonshme, ka shumë potencë, shumë talent, shumë zo, shumë vokal. Është e vogël edhe problemin e ka që edhe kjo shpërqendrohet jo në muzikë, po kështu. Out atje të lujt edhe mundet me humb fokusin ka njerë, po përndryshe është killer. Dea është artiste shumë, ndoshta ma e avancume se këta dy tjertë në atë punën e vetë. E ka një kopsht vetin ku është mretnesh. Kur del prej ati kopshti, ka probleme për shkak se në atë kopsht ajo është shumë e thelluar. Është me vërtet probleme zgjedhë me së po e përsëris ndoshta vetën, po s'kom qare. The Voice quhet. Zonin e ndigjojmë edhe zonin e mbështesim, atë e qojmë për para. Unë duhet me vazhdu me Ernesën edhe Elbunitin. Fatkeqësisht Dea ndahet me ne këtu. Kum kalu shumë bukur, Gencin e du shumë, edhe gjithë ku me dasht. I uroj shumë sukses Elbunitit edhe Ernesës, edhe shumë. Ne të urojmë shumë sukses e ty dhe themi mos të heqësh dorë nga muzika se është shumë e mirë. Edhe një herë për Dean.